Aty ku nisi kënga. Këshilli i Qarkut në Vlorë më 29 tetor ora 19 zhvillon në teatrin Petro Marko një mbrëmje të veçantë kushtuar rikthimit të këngës së vjetër qytetare vlonjate dhe këngës çame. Një aktivitet nën kujdesin e veçantë të kryetarit të Qarkut Ervis Moçka, një mbrëmje plot emocion, traditë dhe kujtime, ku do të rikujtohen zërat dhe meloditë që kanë shënuar historinë. Kryetari i Këshillit të Qarkut Ervis Moçka, gjatë një interviste për televizionin 6+ nga Vlora, duke folur për këtë aktivitet të rëndësishëm që vjen për herë të parë në Vlorë, thotë se institucioni që drejton ka si qëllim promovimin e traditës, kulturës dhe se ky aktivitet do të bëjë bashk këngën e vjetër qytetare vlonjate dhe këngën çame, duke sjellë traditën e Vlorës dhe Konispolit, traditën e këngës së vjetër qytetare, një spektakël të mirëpritur. Një nga detyrat tona kryesore është promovimi i traditës, kulturës dhe risjellja e saj. Pra mos të humbasim atë traditë që Qarku jon ka pasur. Ne filluam vjet, nëse ju e mbani mend, me sezonin e parë në një aktivitet të tillë ku sollëm orkestrinat e Vlorës. Pra një traditë e vjetër që prej kohësh nuk ishte organizuar dhe ne krijuam mundësinë që të gjithë të kishin skenën e tyre ku të shfaqnin atë traditë të hershme. Këtë vit është menduar që të vazhdojmë me sezonin e dytë dhe nga gjithë kërkesat e bashkive apo kërkimi që bëmë na rezultonte se do të kishte një pritshmëri shumë të madhe ajo që kemi zgjedhur për promovimi i këngës së vjetër qytetare vlonjate dhe asaj çame. Duke bërë kështu Bashkinë e Vlorës dhe të Konispolit për të vazhduar pastaj vitet e tjera me bashkitë e tjera. Dhe me të vërtet këtë vit të risjellim këtë traditë, pra traditën e këngës së vjetër qytetare me këngëtarët më të mirë që do të jenë prezent, mendoj se do të dali dhe do të jetë një spektakël shumë i mirëpritur dhe nga publiku i gjerë dhe nga gjithë ata dashamirës që kanë dhe nostalgjinë e këngëve të vjetra vlonjate. Moçka thotë se në skenë do të jenë emra të mëdhenj të muzikës vlonjate, si Kleopatra Dokle, Aurela Gaçe, Maja, Poni dhe të tjera surpriza. Aktiviteti do të zhvillohet në datë 29, do të fillojë me provat gjenerale që në datë 27, pra nga kjo javë që vjen, dhe për të risjell këngën qytetare vlonjate nuk mund të ishin veç se këngëtar vlonjat dhe normalisht të këngës çame ata çam. Kështu që do të fillojmë me Kleopatra Doklen që do ta kemi prezent, Aurela Gaçen, pastaj do të vazhdojmë me Majën, Ponin, Silvë Gumbardin, Rovena Brahimin, Ludmila Baballokun, do të jenë Enkeleda Jusnia Lushi, Mariola dhe Jurgen Kaçani, pra do të jenë të gjithë këngëtarët vlonjat, pothuajse ata që gjithë i njohin dhe besoj se do të jenë të mirëpritur në skenë. Në skenë do të rikthehet edhe trio vlonjate, si dhe publiku do të dëgjojë edhe zërat e njohur të muzikës çame. Atëherë do të risjellim trion vlonjate me Ludmila Baballokun, Artur Dhamon dhe Viktor Tahirin dhe pastaj do të vazhdojmë edhe me këngëtarët e njohur të zonës që përfaqësojnë këngën e vjetër çame, Enkeleda dhe Jusnia Lushi dhe Altin Malo. Pra do të jetë një koncert shumë i plot, mendoj. Sipas kryetarit të Këshillit të Qarkut Ervis Moçka, hyrja në teatrin Petro Marko do të jetë e lirë dhe një spektakël i hapur për të gjithë qytetarët. Qëllimi jon nuk është të ofrojmë një koncert ku mos të kenë akses të gjithë. Do të jetë një koncert ku të gjithë do të përfitojnë nga zërat e njohur të këngës qytetare vlonjate, kështu që do të jetë i hapur. Prandaj bëj thirrje që të vinë dashamirësit dhe të përfitojnë duke dëgjuar zërat e manitshëm të Vlorës. E jani të festojmë bashk trashëgimin muzikore të Vlorës dhe Çamarisë, më 29 tetor, ora 19, aty ku nisi kënga. Aktiviteti organizuar nga Këshilli i Qarkut Vlorë, duke sjellë traditën vlonjate dhe këngën çame për publikun e gjerë artëdashës.